Një nga zyrtarët më të lartë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara, drejtori i Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit, ka dhënë dorëheqjen duke kundërshtuar hapur luftën kundër Iranit. Në letrën drejtuar, presidenti Donald Trump ai thekson se nuk mund ta mbështesë këtë konflikt me ndërgjegje të pastër, duke argumentuar se Republika Islamike nuk paraqet një kërcënim të menjëhershëm për SHBA-n. Kent, ish antar i forcave speciale Green Beret dhe me përvojën e disa misione luftarake, shprehej se përfshirja në luftë është ndikuar nga presionet të jashtme, duke përmendur Izraelin me lobin e tij në SHBA. Ai është zyrtari i parë i lartë që largohet nga detyra në shenjë proteste ndaj kësaj lufte. Nga ana tjetër, presidenti Donald Trump reagoi ashpër duke cilësuar Kentin të dobët për çështjen e sigurisë dhe duke mirëpritur largimin e tij. Edhe Shtëpia e Bardhë hodhi poshtë pretendimet e tij duke i quajtur ato të rreme dhe fyese. Në letrën e tij, Kent solli edhe një dimension personal duke kujtuar humbjen e bashkëshortes së tij në Siri dhe duke theksuar se nuk mund të mbështesë dërgimin e brezave të rinj në një luftë që, sipas tij, nuk i shërben interesave të popullit amerikan.